është faktën, ne edhe përmendëm që kjo lëvizje është kundër dy drejtimeve politike, si ndaj qeverisë, ashtu dhe ndaj opozitës, gjë që tashmë është kuptuar edhe nga mediat perëndimore, të cilët fillimisht u kapën sipas lajmit sensacional që po bëhet diçka kundër djalit të Trumpit, por në fakt nuk ka të bëjë fare me të. Shqiptarët janë të mirëpritur, kanë të mirëpritur investimet amerikane dhe investimet në turizëm. Edhe deklaratat e administratës se me këto protesta po bie zoglohet interesi i turizmit në Shqipëri nuk janë të vërteta. Turizmi mund të bjerë kur ti, sepse kishte njerëz të cilët po shkonin të bënin turizëm në Greqi, shqiptar ose të tjerë. Pse po shkon në Greqi? Po në Shqipëri edhe çmimi është më i lartë, por shërbimi nuk është aq cilësor. Edhe do ndalesha edhe një gjë tjetër, Ardhan. Tek përpjekja për t'ia veshur këto protesta organizimeve subversive të vendeve të tjera si puna e Iranit, apo të Greqisë, apo të Rusisë, fakti tregoj që pavarësisht se cili prej tyre ka interesat e veta, po nuk mund të shpjegohet gjithë kjo dukuri me interesat e Greqisë për zhvillimin e turizmit, kur tjetë sa është e zhvilluar turizmi në Shqipëri dhe sa është e zhvilluar, prej sa kohësh është zhvilluar turizmi në Greqi. Nga ana tjetër edhe implikimi i Iranit që do t'ishte i kuptueshëm në situata tjera, sot nuk ka si t'jetë i kuptueshëm se ata po luftojnë për ekzistencën e vet në kuadër të atyre çka po ndodhin midis Shtetit Bashkuar dhe Iranit. Aq më tepër kjo Rusia pak është e implikuar, sepse zoti Rama na shpiku, na zbuloi AI-n, edhe çdo gjë e quante me AI algoritmi. Ore, në kënd pasaj nuk e dinte vetë kur e përdorte në fillim, po e përdorte gabimisht, po algoritmi ka bëjë me njerëzit që ti njofton se do jesh do mund të marrësh pjesë në këtë lëvizje, pra ka të bëjë vetëm me njoftimin, jo me prezencën. Prezencën nuk e drejton dot sistemi i algoritmit, mund t'japi është si puna të lallit t'jep informacioni. Fakti që bashkohen të dyja bashk tregon që jemi në një kohë aktual, do më jemi në kohë moderne dhe është një rini pjesëmarrëse kryesore. Edhe pse aty ka disa individ përfaqësues që janë shuar më tepër, si djem edhe gra edhe vajza të reja, megjithatë duhet një bërtham e inteligjencës të bari një grupacion që të përfaqësojë të gjithë këto interesa, por të bëhet edhe barikad e mundshme që kjo lëvizje të dështoj, gjë që nuk e dëshirojmë asnjëri prej nesh. Vërtet, të gjithë shpresojmë të vazhdoj, të ketë kërkesa të qarta dhe të gjitha këto manipulimet për të gjetur faktorët e jashtëm që kanë iniciuar apo e mbështesin, mua më duket janë teorira të krijuara nga qeveria për të shmangur ndërgjegjjen dhe problemet që e krijuar në vend. Sa herë ka probleme të tilla, gjithmonë ne do të nxjerrim armiqtë e jashtëm apo geopolitikën botërore, por jo, në asnjë mënyrë. Ne që kemi lindur rritur në Shqipëri e dim fare mirë që ka një shkëputje shumë të madhe të qeverisë nga populli. Si thuaç, nuk ka më demokraci, se demokracia në fundit do të thotë pushteti i popullit. Por aty çdo gjë është e kapur, çdo gjë e manipuluar dhe ndoshta këta e kanë tejkaluar ditën e tyre. Për mua duhet të largohen urgjentisht nga pushteti dhe të gjithë neve do t'japim mbështetje maksimale që kjo revolt të dalë me sukses. Megjithatë, shpesh në mediat botërore vlerësojnë se edhe revoltat për shembull në Francë që kanë për problematika të ndryshme janë më agresive, çojnë në bllokimin e rrugëve, në përleshje me policinë, madje edhe në Shtetet e Bashkuara, ne kemi qenë dëshmitar të revoltave të ndryshme,
no king, që për mua s'ka kuptim, po megjithatë ekziston apo revoltat e tjera për shkak të shkeljeve ndaj komunitetit me ngjyrë, të cilët tonë nga themelet gjithë Shtetet e Bashkuara. Pra, kjo tregon që ende shqiptarët, a duhet kjo revolt ta shpërsohet? Keni fjalën tjetër më agresive, më agresive, apo të vazhdoj kështu e butë, vetëm shëtitje? Unë dëgjova mendimin e dikujt atje në protestet, them drejtën deri ku jam pro asaj, sepse unë mendoj që më mirë ta shpërsohet pak se sa ne të vazhdojmë të udhëhiqemi nga një qeveri që është shkëputur plotësisht nga populli. Ndërkohë që ata po tallen çdo ditë me ndjenjat e popullit, me hallet e popullit, atëherë ne ose po them protesta në Shqipëri nuk ka të drejtë të marrë disi veprim më të dhunshëm, kur them të dhunshëm jo në kuptimin e ashpërsisë së madhe deri në thyrje të institucione, por sidoqoftë mund të marrin veprime të tilla ta shpërsojnë, po themi, mosbindja civile do të jetë shumë herë më e madhe. Sepse unë mendoj kjo mosbindje civile në raport me atë që po bën qeveria apo politika në përgjithësi në atë vend është fare vogël dhe është domosdoshmëri që të zgjojnë dhe qytetarët e tjerë dhe intelektualët që të zgjojnë nga gjumi dhe si thuash kur shikojnë që situata kalon në favor të protestës, ata fillojnë edhe anojnë dhe ata nga protestës sepse janë mjeshtra për të shfrytzuar këtë situata. Por sidoqoftë i shërben qëllimit përgjithshëm mendoj unë. E vura re në fillim që protesta ishte shumë e mirë, kishte shumë njerëz në pjesëmarrje dhe artikulohej më mirë. Shikoja në analizat që bëhen që Shqipëri dhe gjithë këta intelektuale apo analistë ishin pro protestës dhe ishin shumë përkrahas në saj. Dhe tani që shikojnë po ndryshojnë dhe po zbëhet protesta, ka filluar që bëjë rolin e arbitrit, apo të analistit, apo të kritikusit, që për mos është fare normale dhe tregon atë fleksibilitetin në kuptimin negativ të fjalës të intelektualit shqiptar dhe apatinë e shtresës intelektuale shqiptare. Një nga elementet e protestës, të cilat doli disi më vonë, është por që tregon veprimin, si thuash, jo ligjor, por veprime personale të kryeministrit, është fakti i dosjeve që quhen Albanian Files. Kur një shtetar i caktuar, më kujton Neronin e Romës së lashtë, vendos, unë do të ndërtoj këtu, unë do të ndërtoj këtë pallatin tjetër këtu, pa marrë masat e nevojshme, boll të zgjedhë vetë edhe arkitektët, t'i japi atyre lirinë maksimale e në emër të qenit në thonjza artist, por sidoqoftë çdo gjë duhet bërë me plan. Nuk mund të jetohet në një Tiranë që sot e kësaj dite, unë kam ca vite që s'kam shuar, por kur i shoh në mes 3-4 grattaciela në mes të sheshit kryesor që nuk banohen, çmimi i banesave është rritur, çiftet e reja s'kan mundësi të marrin një banesë të re dhe ky lloj veprimi i pa bazuar në ligje, të më thënë vetëm vetjak të një dëshire për të lënë diçka që të duket. Po, ashtu është. Në fakt, unë kam bërë të qartë dhe një shkrim. Ne nuk kemi qeveri, ne thjesht kemi një kryeministër të fasadave në vendin tonë. Ai që kur ishte në atë kohë ishte ministri i kulturës dhe arteve, vetëm gjë që bëri vetëm ndryshoi fasadat, lyej dhe nuk bëri asgjë të qëndrueshme në veprimet e tij, sepse ajo që mbahet mend mendoj kur ikën një ministër apo kur ikën një kryeministër apo dhe një kryetar partie janë ato që lën mbrapa. A ka lënë institucione që kjo parti, kjo qeveri apo kjo ministri të funksionojë në mënyrë organike dhe ndikimi i njerëzit nuk mund të them që është i papërfillshëm, por mos të ndryshoj rrjedhën e ngjarjeve.
Dhe unë kam, prandaj dhe në Shqipëri ekziston dhe një farë mendimi që po i Rama kush ta marri. Kjo është një nga skandale më të mëdha në mentalitetin ton, sepse eksperienca botërore, eksperienca shqiptare ka treguar që kur ka demokraci të brendshme, kur ka primare, kur ka zgjedhje të lira, dalin ata elementet pozitiv, dalin ata elementet që kanë njëri perëndimore, apo kanë dëshira sipas standardit perëndimor për të zhvilluar vendin, dhe ne kemi mundësi që nga disa elementë tillë të bëjmë atë zgjedhjen e dur. Por në rast se vazhdojmë të themi që po iku Ramizi ç'a do bëhet në Shqipëri, po iku Rama ç'a do ndodhi, po iku Saliu, jo. Ndoshta është fati i madh që të largohen këta njerëz dhe të japin mundësi që njerëzit të zgjedhin. Dhe jo të vënë në zgjedhje për të zgjedhur një person të vetëm, por të zgjedhin ndërmjet shumë figurave. Sepse Shqipëria me bindur ka shumë figura, si mos në këtë situatë mbas 30 vjetësh, mbas ndryshimit në rënies së komunizmit, ne kemi shumë njerëz të talentuar atje që kanë mundësi ta çojnë vendin shumë përpara. Ju përmendët diasporën dhe faktikisht diaspora ka qenë e qëndësishme dhe më protesta në përvendet ku ndodhet, por dhe duke shkuar sidomos ajo evropiane, duke shkuar në këto protesta. Cili do të jetë roli i diasporës në këto momente? Mendoj se diaspora duhet të flasi me një zë, duhet të bëhet, mendoj unë, të organizohet një protest, të organizohet përveç protestave, po të ketë dhe një akt përkraje ndaj lëvizjes protestave dhe organizohet protestën në Shqipëri. Se thuash, jo se duhet të mbajmë neve anë, por duhet të jemi aktiv për gjendjen kritike në cilën ndodhet vendi. Mendoj që duhet të ketë një farë kooperimi ndërmjet diasporës edhe protestës dhe organizatorëve të protestës në Shqipëri. Mendoj se nuk ka rast më të mirë që ne të shprehim patriotizmin, intelektualizmin, por edhe dëshirën e madhe dhe eksperiencën e madhe që kemi krijuar në perëndim në kushtet e një demokracie më të përparuar në botë. Kështu që nuk është e justifikueshme apo tjetër. Ju faleminderit për mendimet e thella, të plota, analizën e paanshme, por aq edhe të domosdoshme për këtë situatë të caktuar që po kalon në vendi, për të gjithë shqiptarët të cilët duan një Shqipëri të bukur, një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri me më shumë liri, një Shqipëri më të përparuar, ku të ketë investimet huaja për çdo gjë të jetë e mirë llogaritur, dhe një Shqipëri ku flamengot të fluturojnë të lirë, por dhe njerëzit të jenë po aq të lirë. Ju faleminderit. Faleminderit dhe juve. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, po ndajemi këtu nga miku jon Artan Nati, do të thoja një analist me zemër i fenomeneve politike më të fundit në Shqipëri, por dhe një analist me mendje që nxjerr në pa veçoritë e veçanta dhe shkaqet pse kjo lëvizje duhet të bëjë ndryshim, të bëjë një revolucion në kuptimin moral, por dhe një revolucion në kuptimin e organizimit, për të arritur atë që ndërronim të gjithë në vitet 90, që Shqipëria të jetë mos ngelet prapë vendi i fundit i Evropës, por të jetë nga vendet e përparuara të kontinentit tonë. Zoti Artan, ju faleminderit. Faleminderit dhe juve.